Zoti Kurti, ktheu në institucione. Historia ta ka dhënë një mundësi që të dalësh, sigur se shumë të tjerë në mal dhe të luftash për këtë vend, ke refuzuar. Historia, e ka thënë presidenti, nuk mund të rishkruhet. As historia personale e as kujt, as e Albin Kurtit, nuk mund të rishkruhet. Ajo është çfarë është. Ktheu brenda sistemit kushtetues, ktheu brenda rregullave të Republikës, e janë në kuvend. Lejoje procesin demokratik të ecë, sepse politika brenda institucioneve quhet demokraci. Politika jashtë institucioneve, kundër rregullave dhe mbi kushtetutën quhet vandalizëm politik. Dhe vandalizmi politik institucional sankcionohet me ligj. Në një shtet tjetër, që shkelje ka të rënda kushtetuese dhe ligjore që do të ndodhin, Zoti Kurti do të përballeshet me një përgjegjësi serioze ligjore. Kolegë të nderuar, qytetarë të dashur, ka një ironi të madhe këtu. Për mite me radhë, Albin Kurti ndërtoi identitetin politik duke kundërshtuar institucionet, që në fakt është identiteti i vandalit dhe jo idealit. Në rrugë, në protesta, në përplasje. U ngrit mbi koka njerëzish të pafajshëm për ambicjet e tij personale, në kundërshtim të proceseve çliruese dhe shtetformuese. Sot ai nuk është më protestues jashtë kuvendit. Deri sa ka dhënë betimin e deputetit, ka qenë në krye të shtetit, ka qenë kryeministër. Është një dallim i madh për një të përgjegjshëm, për një që e din çka është përgjegjësia. Mes revoltës dhe përgjegjësisë, mes partisë dhe republikës ka dallime të mëdha. Ai nuk po I dallon këto gjëra. Jo që si din, po nuk po dallon, sepse për t'i ditur sigurisht që I din. Dhe pikërisht këtu ka dështuar Albin Kurti, sepse mentaliteti I vandalit politik nuk mund të bëhet model qeverisje. Vendi nuk mund të mbahet vazhdimisht në krizë. Institucionet nuk mund të trajtohen si pengesa që anashkalohen kur nuk të përshtaten, kur nuk janë sipas masës sonde. Partnerët nuk mund të trajtohen si të panevojshëm kur nuk të japin të drejtë. Kushtetuta nuk mund të respektohet vetëm atëherë kur ty të konvenon. Demokracia është pikërisht e kundërta, e krejt kësaj. Demokracia testohet kur rregulli nuk të pëlqen. Demokracia testohet kur nuk I ke votat e mjaftueshme. Dhe duhet pragmatizëm politik. Duhet të dalësh nga vetvetja, siç kanë dalë të tjerë liderë. Për ku je nis Albin, je në rrugën dhe në trenin e gabuar. Sot du me folë për dy kauza që Albin Kurti ka në pushtet. Ka qenë kauza për Astrid Dehorin. Dhe çfarë kanë bërë këta për këtë kauzë për 6 vjet? Le që nuk kanë punuar në drejtim, por edhe kanë hup faktet. Edhe kanë ndjek institutin e mjekësisë ligjore në mënyrë që të mos zbulohet e vërteta për Astrid Dehorin, dhe të cilën I kanë akuzuar të gjithë, duke ditë se ata vetë kanë qenë fajtorë. Ju dini po ashtu se në fushatën e fundit kanë bërë fushat edhe me emrin e heroit Afrim Bunjaku. Ne e respektojmë lavdi për heroin e policisë që ka rënë në krye të detyres në Banjsk dhe respektojmë edhe familjen edhe policinë e Kosovës. Por çfarë kanë bërë? Në atë kohë të gjithë deputetët opozitar jemi mobilizuar që në Bruxelles të kërkojmë të vendosen sanksione ndaj Serbisë për shkak të kësaj vrasje, për shkak të cënimit të sovranitetit dhe integritetit dhe çka kemi bërë ne si Kosovë. Në vend të kësaj, ne kemi shpërblyer Serbinë me gati 1,5 milion euro për renovimin e trenave të Albin Kurtit, vagonave të trenave. Dhe do të thonë, pse mora këtë flamor, po du mi thonë Albinit.
Nuk mundesh ata trena me këtë flamur me i përcjell në Serbi. Nuk mundesh ata trena me i përcjell as me flamur në Kosovës. Në Serbi, ata trena mundesh me i përcjell veç me flamur të Serbisë. Dhe shifni veprimet e fundit. O shkelsi kushtetutës, o patriot me bateria, nuk mundesh me u kamuflu as me këtë flamur të shejt, po as me asgjë tjetër, sepse ti je shkelsi kushtetutës dhe qëllimshëm po rënon sistemin kushtetues të Kosovës.